Allahu subhanahu wa taala na tregon për modestin në fushat të ndryshme në Kur'anin Fammadh, ndonjëherë duke i përmendur pejgamberët dhe jetën e tyre, ndonjëherë duke kërkuar për neve vazhdimisht të stolisemi me modesti e asesi mos të ngutemi në kërkimin e shpërblimeve apo me një formë ta shprehim mendja madhësi. Allahu kur fol për pejgamberët në përgjithësi e prej gojës së pejgamberit alayhis salam kur u drejtua masës, u drejtua me atë innama ana basharun mithlukum. Unë jam vetëm një njeri sikur ju. Nuk e përmendin ndonjë cilësi jashtë kësaj, e cila kish mujt me ngrit profetin alayhis salam mbi të tjerët ata të cilët me të vërtet nuk ishin në nivelin e profetit alayhis salam. Por modestia e bëri, tha që unë jam vetëm njeri, por mua dallimi mes neve dhe juve, mua është të shpallur diçka që juve jo. E pastaj kur e marrim edhe shembuj të tjerë sikur Yunus alayhis salatu wassalam, pejgamberi Allahut i cili përmendet edhe një sure e tërë me emrin e tij, dhe Allahu e përmend atë sprovë shumë interesante, për të njëjtën kohë edhe zgjidhjen me çfarë e bëri që duli prej asaj sprove. Tregon La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Një lutje në vete që përmban edhe shumë modesti. Ishte pejgamber dhe ai sigurisht dinte se ka me pas ndihmën e Zotit, por ishte në barkun, në stomakun e balenës dhe kërkoi me lutje: o Zot, nuk ka Zot tjetër pos teje që meriton të adhurohet dhe unë kam bërë pa drejtësi vetvetes. Dhe kjo është edhe diçka që na bën neve secilin, pa marrë parasysh suksesin që e kemi na, apo nivelin e jetesës, patjetër duhet ta ketë dhe të kemi modestin, sepse ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, secili njeri në jetën e tij kërkon të jetë i veçantë dhe të ngritet, por ai që lyp të ngritet tek i madhi Allah, atëherë le të jetë modest.